Nata që nuk kërkoi fjalë, Limi dhe Dolce, mbrëmja kishte ardhur me një peshë tjetër. Nuk ishte një nga ato netët e zakonshme që kalojnë pa lënë gjurmë. Që në ajër ndjehej një tension i pashpjegueshëm, një energji që nuk kërkonte leje për të ekzistuar. Limi dhe Dolce u gjendën përballë njëri tjetrit jo si dy njerëz që kërkojnë shpjegime, por si dy forca që e njohin mirë gjuhën e heshtjes. Dolce kishte diçka ndryshe atë mbrëmje. Nuk ishte vetëm pamja, por mënyra si lëvizte, si qëndronte, si e mbante shikimin. Ajo nuk kërkonte vëmendje, ajo e kishte. Çdo gjest i saj ishte i ngarkuar me vetbesim, me një qetësi që të çarmatos. Limi e ndjeu menjëherë këtë ndryshim. Ishte një ndjesi që nuk lind nga fjalët, por nga intuita. Ata folën pak. Shumë pak. Dhe pikërisht kjo e bëri gjithçka më intensive. Sepse kur fjalët mungojnë, trupat dhe energjia flasin. Çdo afrim i vogël, çdo distancë e shkurtër mes tyre, dukej si një vendim i heshtur që po merrej pa u thënë me zë. Mbrëmja u thellua dhe koha filloi të humbiste kuptimin. Dritat u zbehen, zërat përreth u shuan, dhe gjithçka që mbeti ishte prania e njëri tjetrit. Limi ndjeu një zjarr të brendshëm, jo të nxitur nga impulsi i çastit, por nga një përplasje emocionesh të grumbulluara, lodhje, dëshirë, nevojë për të ndjerë diçka reale pas gjithë kaosit të ditëve të fundit. Dolce nuk ishte thjesht pjesë e asaj nate, ajo ishte katalizatori. Ajo nuk e shtynte situatën, por as nuk tërhiqej. Ishte e pranishme, e vetëdijshme për efektin që kishte. Dhe kjo e bënte gjithçka më të fortë. Nata nuk kishte nevojë për premtime apo plane. Ishte një natë që ekzistonte vetëm për veten e saj, kur u gjendën më në fund në intimitetin e tyre, nuk kishte ngudh. Ishte një afërsi e ngadaltë, e ndjerë, ku çdo moment ndërtohej mbi tjetrin. Një natë e zjarrt jo sepse ndodhi diçka që duhej treguar, por sepse ndodhi diçka që u ndje thellë. Limi e kuptoi se kjo natë ishte ndryshe nga të tjerat. Jo sepse ishte perfekte, por sepse ishte e sinqertë në intensitetin e saj. Dolce i dha diçka që ai nuk e kishte kërkuar me fjalë, por që i mungonte, një ndjenjë gjallërie, një rikujtim se ende mund të ndjesh fort, pa u shpjeguar, pa u justifikuar. Ora kaloi, nata u shtrie gjatë, dhe ata qëndruan bashkë deri në mëngjes. Jo në zhurmë, por në qetësi. Në atë lloj qetësie që vjen vetëm pas një nate të fortë emocionalisht. Dolce ishte e qetë, e sigurt, ndërsa Limi mendonte në heshtje se disa net nuk janë kthes jete, por ndalesa të nevojshme. Kur drita e parë e mëngjesit hyri në dhomë, gjithçka dukej ndryshe. Jo më e thjeshtë, por më e qartë. Nata kishte qenë super jo sepse kishte thyer rregulla, por sepse kishte thyer lodhjen emocionale. Ishte një natë që nuk kërkonte asnjë shpjegim publik. Dolce u ngrit me një qetësi të bukur. Pa dramatik, pa pritshmëri të tepruara. Dhe kjo ishte ajo që e bëri natën edhe më të fortë në kujtesën e Limit, sepse ajo nuk kërkoi asgjë më shumë se çfarë kishte ndodhur. Dhe ndonjëherë, kjo është forma më e pastër e afërsisë. Nata e tyre mbeti aty, e mbyllur në heshtje, si një zjarr që digjet brenda, por nuk ka nevojë të shihet nga të gjithë. Një natë zgjuar, një puthje që ndryshoi ritmin. Nata nuk kishte ndërmend të mbyllej. Ishte nga ato net që nuk u bindet orëve, që refuzon të flejë, që i mban syt hapur edhe kur trupi kërkon pushim. Limi dhe Dolce e ndjen këtë që në minutat e para, diçka nuk do të ishte si zakonisht. Ajri kishte një tension të ëmbël, një ngarkesë të padukshme që lëvizte mes tyre sa herë që shikimet kryqëzoheshin. Ata ishin zgjuar. Jo thjesht pa gjumë, por zgjuar nga brenda. Mendjet e tyre nuk kërkonin qetësi, kërkonin prani. Çdo bisedë, edhe më e vogla, zgjatej më shumë se ç'duhej. Çdo pauzë bëhej më e rëndë. Heshtja mes tyre nuk ishte bosh, ishte e mbushur. Dolce qeshte lehtë, me atë qeshjen që nuk kërkon vëmendje, por e merr pa u munduar. Limi e vëzhgonte pa e kuptuar plotësisht pse. Nuk ishte vetëm pamja, ishte mënyra si ajo ishte e pranishme, si nuk e shtynte asgjë, si e linte gjithçka të ndodhte vetë. Ajo nuk kërkonte të impresiononte. Dhe pikërisht kjo e bënte të parezistueshme. Ora kalonte. Fjalët bëheshin më personale, më të buta. Nuk flitej për plane, as për premtime. Flitej për gjëra të vogla, për ndjenja që zakonisht fshihen, për lodhje që nuk thuhet me zë, për atë boshllëk të çuditshëm që ndonjëherë ndjen edhe kur je i rrethuar nga njerëz. Limi foli më shumë se ç'e kishte zakon. Dolce dëgjoi pa e ndërprerë. Dëgjoi me sy, me trup, me frymëmarrje. Ishte një natë e çmendur jo nga zhurma, por nga intensiteti.
Një çmenduri e qetë që rritej ngadalë. Ata lëviznin afër njëri tjetrit pa e planifikuar. Distanca u zvogëlua natyrshëm. Një prekje e lehtë e rastësishme zgjati pak më shumë se ç'duhej. Askush nuk u tërhoq, Limi ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë prej kohësh, një përzierje ankthi dhe dëshire, një rrahje zemre që nuk vinte nga frika, por nga pritja. Dolce e ndjeu po ashtu. Ajo e kuptoi që ky moment nuk ishte i zakonshëm. Nuk ishte lojë. Nuk ishte as rastësi. Ishte një afrim që po kërkonte guxim, ata heshtën. Dhe kjo heshtje ishte pika e kthesës. Syt u takuan, këtë herë më gjallë. Nuk kishte më nevojë për fjalë. Çdo mendim ishte shkruar tashmë në ajër. Limi u afrua pak. Dolce nuk u tërhoq. Frymëmarrjet u ndjen. Koha u ngadalsua deri në pikën ku çdo sekond dukej si një vendim, puthja e parë nuk erdhi me ngull. Erdhi si një pranueshmëri. Si një po i heshtur nga të dy. Ishte e butë, e pasigurt në fillim, por e vërtetë. Një puthje që nuk kërkonte të tregonte asgjë, por të ndjente gjithçka. Një puthje që mbante brenda gjithë natën e kaluar zgjuar, në atë çast, gjithçka ndryshoi ritëm. Jo sepse diçka shpërtheu, por sepse diçka u vendos. Një afërsi e re lindi, e ndërtuar mbi durim. Mbi vëzhgim, mbi atë zjarr të qetë që digjet më fort se çdo shpërthim i shpejt, ata qëndruan afër edhe pas puthjes. Nuk u larguan. Nuk u ngutën. Nata vazhdoi të rrite, po aq e zgjuar, po aq e çmendur, por tani me një kuptim tjetër. Një kuptim që nuk kishte nevojë për emër. Kur drita e parë e mëngjesit filloi të thyente errësirën, Limi dhe Dolce e dinin se kjo nuk kishte qenë thjesht një natë pa gjumë. Kishte qenë një natë që kishte hapur diçka. Një derë. Një ndjenjë. Një fillim i heshtur, dhe puthja e parë mbeti aty, jo si fund, por si premtim i padeklaruar, si një kujtim që do të ndizte çdo natë tjetër që do të vinte pas. Një natë pa fjalë, Limi dhe Eliona, nata kishte rënë ngadalë, si një perde e trashë që mbulon gjithçka pa pyetur askënd. Dritat ishin zbehur, zhurmat ishin fashitur dhe shtëpia kishte hyrë në atë gjendje të çuditshme ku gjithçka duket më e vërtetë, më e zhveshur nga rolet e ditës. Ishte ajo orë kur njerëzit nuk shtiren më, sepse lodhja ua ka rrëzuar mburojat, Limi ishte shtrirë në shtrat. Pran tij, Eliona. Nuk ishte një moment i zhurmshëm, as dramatik. Ishte një prani e qetë, pothuajse e papritur, por që kishte ardhur natyrshëm, pa u shtyrë nga askush, pa u imponuar nga rrethana. Dy njerëz, dy frymëmarrje, një natë dhe gjatë përpara, ata nuk folën shumë. Në fakt, pothuajse as pak. Dhe pikërisht kjo heshtje ishte ajo që e bënte momentin të rënë në kuptim. Sepse ndonjëherë, kur fjalët mungojnë, mendimet flasin më fort, Limi shikonte tavanin, ndërsa mendja e tij udhëtonte larg. Ditët e fundit kishin qenë të mbushura me tension, me përplasje, me keqkuptime, me njerëz që flisnin për të, për zgjedhjet e tij, për ndjenjat që supozohej të kishte. Ai ishte mësuar të mbante peshën e fjalëve të tjerëve, por nata kishte një mënyrë të veçantë për t'i nxjerrë gjërat në sipërfaqe. Eliona qëndronte pranë tij, e qetë. Frymëmarrja e saj ishte e rregullt, e ngadalë. Nuk kërkonte asgjë, nuk impononte asnjë prani. Ishte thjesht aty. Dhe ndonjëherë, të jesh aty është më shumë se çdo deklaratë. Ata fjetën bashkë gjithë natën. Jo si një akt për t'u parë, për t'u komentuar, për t'u shpjeguar. Por si një gjendje njerëzore, dy persona që ndajnë të njëjtin hapësirë, të njëjtin qetësim, të njëjtin errësirë. Trupat u përshtatën me praninë e njëri tjetrit, pa ngut, pa tension. Ishte një afërsi e heshtur, e matur, Limi ndjeu për herë të parë pas shumë kohësh një lloj pushimi të brendshëm. Jo sepse gjithçka ishte zgjidhur, por sepse për disa orë nuk kishte nevojë të shpjegonte asgjë. Nuk kishte pyetje. Nuk kishte akuza. Nuk kishte role për të luajtur. Ishte thjesht një njeri që lejonte veten të ishte i lodhur. Eliona, nga ana e saj, e ndjente këtë. Ajo nuk e shikonte Limin si dikë që duhej kapur apo bindur. Ajo e shikonte si dikë që kishte nevojë për qetësi. Dhe kjo e bënte praninë e saj të lehtë, pothuajse të padukshme, por thellësisht të ndjerë. Nata avancoi ngadalë. Ora kaloi mes frymëmarrjeve, lëvizjeve të vogla, ëndrave të copëzuara. Jashtë, gjithçka ishte e qetë. Brenda, mendimet vinin e shkonin, por pa zhurmë. Ishte një natë që nuk kërkonte kuptim të menjëhershëm, sepse jo çdo natë ka nevojë për një përkufizim. Limi u zgjua disa herë.
Jo nga ankthi, por nga ajo ndjesi e çuditshme kur trupi I kupton se nuk është vetëm. Ai ndjente praninë e Elionës dhe kjo prani nuk e shqetësonte. Përkundrazi, e qetësonte. Ishte një kontrast I fortë me ditët e mbushura me zëra, me përplasjen, me interpretime, në atë shtrat nuk kishte publik. Nuk kishte histori për t'u treguar. Nuk kishte asnjë detyrim për të qenë dikush tjetër përveç vetes, Eliona flinte. Ose ndoshta bënte sikur flinte. Në çdo rast, ajo nuk kërkonte vëmendje. Dhe kjo, për Limin, ishte diçka e rrallë. Të mos kërkohesh. Të mos të kërkohet të jesh përgjigje për pyetje që nuk I ke bërë vetë, kur nata filloi të thyej dhe drita e mëngjesit u fut ngadalë në dhomë, gjithçka dukej ndryshe. Jo më e qartë, por më e qetë. Ata kishin kaluar gjithë natën bashkë, dhe megjithatë, asgjë nuk ishte detyruar të ndryshonte menjëherë, nuk kishte premtime. Nuk kishte deklarata. Nuk kishte nevojë për etiketa, ishte thjesht një natë e ndarë, dhe ndonjëherë, pikërisht këto netë janë më domethënëset. Jo sepse tregojnë një histori të madhe dashurie, por sepse tregojnë një ndalesë, një moment ku njeriu ndalon së luftuari dhe lejon veten të pushojë pranë dikujt tjetër. Limi e dinte që dita do të sillte sërish pyetje, sërish zëra, sërish përplasje. Por për atë natë, gjithçka kishte qenë e thjeshtë. Dhe thjeshtësia në jetën e tij të komplikuar ishte bërë luks. Eliona u zgjua pak më vonë. Një shikim I shkurtër, pa fjalë. Asnjë nevojë për shpjegim. Ndonjëherë, një natë e kaluar bashkë nuk ka për qëllim të ndërtojë diçka të re, por të mbajë mendjen dhe shpirtin në ekuilibër, dhe kjo natë kishte bërë pikërisht këtë.